Kryeministri Kristian Mickoski premton se shumë shpejt do të ketë informacione se çfarë ka ndodhur në Gostivar dhe zotohet se fajtorët do të përgjigjen. Ai theksoi se të gjitha institucionet janë në terren, po ndërmerren masa, po testohen mostra të ujit dhe po hetohet nga prokuroria. Ai shpreh se është shokuese dhe e neveritshme ajo që është lejuar të ndodhë në Gostivar. Јас мислам дека многу скоро ќе се излезе со информација за тоа што се случило, кој е тој кој што дал наредба тоа да се случи и се разбира дека ќе има одговорност, нема така да помине случајот. Јас навистина не можам да разберам некои луѓе како може така дрско да се однесуваат и така несовесно да се однесуваат. Просто е неверојатно како така лесно ги прифаќаат овие работи и како се одлучуваат да прават вакви работи. За мене ова е се шокантно и просто со неверување е сето ова кое што некој таму го направил. Ndërkohë dega e Partisë Vlen në Gostivar ka ofruar një zgjidhje të përkohshme për ujë të pishëm në Gostivar. Pasi uji nga rrjeti ujësjellësit atje është ndaluar për pije. Me kërkesën tonë dhe me mbështetjen e këshilltarëve të Vlenit në qytetin e Shkupit, kemi siguruar një cisternë me ujë të pishëm për banorët e Gostivarit. Cisterna do të jetë tek parkingu i Pallatit të Kulturës, në afërsi të xhamisë së mahallës së re. LSDM me shumë lehtësi tërheq fajin nga vetja për problemin me ujin e pishëm në Gostivar. Thotë se LSDM asnjëherë nuk ka qeverisur në Gostivar. Atje, thënë ata, tradicionalisht me dekada kanë qeverisur partitë shqiptare. LSDM-ja nuk ka pasur kur kryetar, as nuk e ka pasur kur shumicën në Këshill, kështu që nuk mund të fajsohet për situatën e furnizimit me ujë. Gënjeshtrat e VMRO-s nuk kanë fond, por qytetarët e Gostivarit e dinë të vërtetën. LSDM-ja nuk është fajtore për ujin në qytetin e tyre, sepse nuk ka qenë kur në pushtet atje. Partitë opozitare shqiptare ende nuk kanë bërë asnjë reagim për situatën dramatike që është krijuar në Gostivar.